Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Falënderim takon vetëm Allahut, lavdërim shpëtimi i Allahut, qofshin të dërguarin e Allahut dhe më pas. Është shfaqur një video që përçakollon në internet ku një ligjërues, i cili lagjon në xhami, pa duke dhënë mësim në xhami, i cili quhet Abdulselam Shuair, i cili pretendon se vendosja e duarve në gjoks në krahorë gjatë namazit është namazi i çifutëve. Subhanallah. Kjo deklaratë e tij është një deklaratë tepër e çuditshme. Sidomos për dikujt që pretendon se posedon dituri. Edhe pse për këtë çështje, pra vendosja e duarve në krahorë në namaz, ka mendime të ndryshme mes dietarëve, për një akuzë të tillë është pretendimi i gabuar i cili përmban armiqësi dhe ignorancë. Kam dëgjuar mendime të ndryshme të dietarëve rreth çështjes së vendosjes së duarve në namaz, por kurrë nuk kam dëgjuar një fjalë të tillë. Pra kjo është akuzë e rëndë. Për këtë arsye është e domosdoshme një kundërpërgjigje në mënyrë që njerëzit të mos mashtrohen dhe të mos devijojnë për shkak të fjalëve të tilla. Do të përcjellim me besnikëri fjalën e këtij ligjëruesit ndaj pretendimit të tij dhe me lejen e Allahut do t'i kundërpërgjigjemi me argumente dhe me dituri dhe jo me mendime medhebore, sikur argumentohet ai nëpërmjet medhebit. Ka thënë Abdulselam Shuair, sa e përket vendosjes së duarve mbi krahorë, kjo është urryer, është mekruh, s'ka dyshim në të. Argumenti për urryrjen e këtij është se hadithi i cili është transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që vendoset dorën e tij të djathtë mbi dorën e tij të majtë me krahorën e tij, e kanë urryer imamët si Ahmedi dhe të tjerë, pra si Imam Ahmedi dhe të tjerë. Ktu mbaron fjala e tij. Them si kundërpërgjigje dhe suksesi është për Allahut. Urrejtja jote dhe atyre që ndjekin rrugën tënde ndaj këtij suneti të profetit sallallahu alaihi wasallam nuk është diçka e çuditshme. Por që të pretendosh dhe të thuash se kjo është e urryer me kru, s'ka dyshim në të, pra kjo është fjala e tij, të thosh këtë fjalë, kjo është një dëshmi e qartë e ignorancës tënde, gënjeshtës dhe shpifjes tënde. Sa po argumentimin tënd të dobët, se argumentimi që ke thënë është i dobët, se ky sunet është i urryer, nga që hadithi i Wail ibn Hujr është i urryer nga imamët si Imam Ahmed dhe të tjerë. Atëherë ne të themi Imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah është i dashur për ne, por se e vërteta është më i dashur tek ne se sa vetë ai. Imam Ahmedi në këtë çështje nuk është argument në vetveten e tij. Përkundrazi, kjo fjalë e jotja pasqyron seksinë të kuptuarit tënd dhe deturinë tënde të cekët. Kjo sepse ka shumë imam tjerë që kanë konsideruar këtë hadith të saktë. Pra nuk është feja vetëm një dietar, feja është shumë dietar. Pra, Allahu na ka urdhëruar në Kur'an fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyesni dietarët, nëse jeni që nuk dini, nuk thotë pyetni dietar, sikur se vropon ky person që thotë vetëm Imam Ahmedi. Por se do të më pyet shumë dietar. Dhe nga dietarët e hershëm si Ishaq ibn Rahuehi, Ibn Khuzaime, Ibn Qayyim, shumë imam të tjerë e kanë kundërshtuar këtë çështje dhe janë me mendimin që duart vendosen mbi gjoks. Dhe këto janë nga dietarët e hershëm, ndërsa nga dietarët e mëvonshëm si Ibn Hajar al-Asqalani, si Imam al-Albani, Ibn Baz, al-Uthaymin, Ibn al-Uthaymin, etj me radhë, Allahu më shëroft gjithë dietar. Po ashtu edhe nga dietarët që janë gjallë si Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah, Allahu ruajt, janë me mendimin se duart vendosen mbi gjoks. Dhe jo sikur se thotë ky, që ai i cili vendos duart mbi gjoks na çka namazit të futve. Për më tepër, me çka ky argumentohet me Imam Ahmedin, Abdullah i biri Imam Ahmedit ibn Hanbal e ka parë babain e tij Imam Ahmedin duke u falur dhe e vendosur dorën e djathtë mbi të majtën mbi kërthizë lart gjatë namazit. Dhe për më tepër informacion dhe hollësi mund t'i referoni librit të Sheikh al-Albanit Sifatu Salatin Nabi. Vazhdon fjala e Abdulselam Shuairi, se kemi ndalë disa pjesë që ta shërojmë, ku thot, dhe ne edhe nëse supozojmë se hadithi është i saktë dhe pranohet,
themi se fjala kraharor, as-sadr, pra pjesa e gjoksit, këtu në kupton atë që është përballë shpinës. Pra sikur është komplet shpina mbrapa, edhe pjesa e parë quhet komplet gjoks, edhe barku. E jo atë që është përballë barkut. Pra me kraharor është për qëllim ajo që ndodhet poshtë kraharorit, pra ka për qëllim barkun. Këtu mbaron fjala e tij. Them, nga e sodhe këtë devijim ka që të urët. Edhe sikur ta kishe thënë edhe dietari më i madh, kjo do të ishte një fjalë e pavërtet pas një bas. Madje ka argumente të qarta dhe të forta nga Kurani dhe Suneti se fjala kraharor as-sadr është ajo që na ka shëruar Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, e jo ajo që thon njerëzit. Pra feja është, ka thënë Allahu, ka thënë i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur." Thot Allah në Kur'an, a nuk po udhtojnë ata në për tokë që të kenë zemra që logjikojnë me to, apo vesh që të dëgjojnë me to, me të vërtet nuk vrebohen shikimet, por se vrebohen zemrat të cilat janë në kraharor. Suratul Hajj. Pra nga kjo e që lexuam, a është vallë zemra të kërthisa apo në kraharor? Allahu i krijoi zemrat në kraharor e jo poshtë kërthizët dhe as sipër saj. Kështu fiksoi Allahu dhe pendohet tek ai sepse ky është një devijim i qartë. Edhe sikur të pyesje një fëmijë ku ndodhet kraharori, ai do të përgjigjet se kraharori që aty ku ndodhet vendi i zemrës, aty ku ndodhet zemra. S'ka dyshim se ti je një pasues fanatik i medhhebit. Por sa kohë që je përparësi medhhebit mbi argumentin, kjo është një provë kundër teje se nuk je pasues i Sunetit, por se je pasues i medhhebit dhe imitues i verbër. Nuk janë verbruar sytë tu, por se është verbruar zemra jote që ndodhet në kraharorin tënd. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Devotshmëria është këtu, duke treguar me dorë drejt kraharorit të tij 3 herë." Hadithin e ka transmetuar Imam Buhari dhe Imam Muslim. Në transmetim tjetër thuhet: "Devotshmëria është këtu dhe ai tregoi drejt zemrës." Këtë hadith e ka përmendur Sheikh Albani në Sahihul Jami. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi se devotshmëria është në kraharor dhe na shëroi këtë në mënyrë më të plotë. A është vallë devotshmëria poshtë kërthizës apo sipër saj, apo është në kraharor dhe në zemër? Edukojini njerëzit me Kur'anin dhe me Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç ka ardhur Allahu dhe dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, dhe jo me medhhebin dhe me mendime të kota që nuk kanë asnjë bazë në fe. Që kur shfaqen këto medhhebe, që u shpikën këto medhhebe, ato nuk i kanë sill asnjëherë umetit vetëm sa sharr, për çarje dhe dobësi. Prandaj musliman kush që polemizon me medhheb, kundërshtoni me Kur'an dhe me Sunet. Derisa fjala e Allahut të jetë më e larta, ndërsa fjala e imituesve të verbër fanatikëve të jetë më e ulta. Pra fjala e fanatikëve të medhhebëve të jetë fjala më e ulët. Pasha Allahun, kush e ka argumentin e tij, ka thënë Allahu dhe ka thënë dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, ai patjetër do të jetë ndihmuar nga Allahu azza wa jall. Sepse fjala e Allahut dhe fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam janë fjalë madhështore dhe të rënda dhe askush nuk mund të i qëndrojë përballë këtyre fjalëve. Përsëri ka thënë Abdulselam el-Shuair te fjala e tij në lidhje me këtë çështje: "Për këtë arsye është transmetuar nga selefët se e kanë urryer vendosjen e duarve mbi kraharor. Ata thanë se pse ai që falet duke vendosur duart mbi kraharor, ai është namazi i jehudive." Them, pra këtu marrë fjala e tij. Unë them, cili prej selefëve ka pretenduar se vendosja e duarve mbi kraharor është e urryer dhe se ky që ka namazi i jehudive. Nuk ka dyshim se kjo është një fjalë e fanatikëve të medhhebeve dhe jo fjalë e dietarëve hulumtues. S'ka dyshim se kjo është një gënjeshtër dhe shpifje e sajuar në llogaritë të selefëve. Ja kanë veshur selefëve. Ata që e kanë thënë këtë fjalë do t'i japin llogari për të në ditën e Kiametit para Allahut të lartësuar, sepse kanë thënë një fjalë pa argument. Po të ishte e vërtet se namazi me vendosjen e duarve mbi kraharor është namazi i jehudive, atëherë ju o pasues të medhhebit do të ishit më afër namazit të jehudive, sepse ju vendosni duart poshtë kërthizës,
ndërsa hadithet që flasin për përngjasimin me namazin e jehudive tregojnë se jehudit falen duke vendosur duart mbi ijet e tyre në ansore, në bel. Prandaj dëgjoni mi këto hadithe. Nga Aisha e bia Abu Bekrit radhiyallahu anhu transmetohet se ajo e urrente që njeriu ta vendosë dorën mbi ije në belin e tij anash gjatë namazit dhe thoshte këtë e bëjnë jehudit. Të hadithet transmetohen Imam Buhariu në Sahihun e tij. Ndërsa nga Abu Huraira transmetohet se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ndaloi që njeriu të falë duke qëndruar me duart mbi ije, pra në pjesën ansore, pra të mesit tek beli. Hadithi është autentik, pra muttafiqun alej, e ka përmendur al-Buhari dhe Muslimi në Sahihun e tij, Sahihun e tyre. Megjithatë, fakti që i vendosi duart poshtë shkërthizës nuk do të thotë se unë ju akuzoj juve ashtu siç na akuzoni ju neve se namazi ynë është namazi i jehudive. Ne nuk themi se namazi atyre që vendosin duart poshtë shkërthizës është namazi i jehudive. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka ndaluar që të përnjasojmë jehudive dhe në shumë hadithe na ka urdhëruar që të kundërshtojmë ata. Ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kundërshtoni jehudit, sepse ata nuk falen me sandalet dhe meset e tyre. A do të thotë kjo se ai që nuk falet me sandale ose mesa, pa falet zbathur, namazi i tij është namazi i jehudive? Edhe jehudit falen me shamin në kokë, ashtu si ku falet vetë o Abdulselam e Shuair, që man shimagu në kokë. A do të thotë kjo se namazi yt është namazi i jehudive? Unë nuk gjykoj kështu dhe as nuk e them këtë, sepse unë argumentoj me dituri nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe jo me ignorancën e fjalëve të fanatikëve të mëdhëbeve. Ju i akuzoni pasuesit e hadithit se hadithet e tyre janë të dobta, por realiteti është se hadithet që flasin për vendosjen e duarve poshtë shkërthizës janë shumë të dobta. Dhe për këtë arsye nuk lejohet argumentimi me to. O fanatik të mëdhëbeve, lejani kritikën e haditheve dietarëve të hadithit dhe mos u përfshini në çështje të tilla të udhësishme, sepse ju i ngataroni gjërat ashtu siç keni ngataruar edhe këtë çështje. Prandaj mos hyni në atë që nuk ju takon. Ky pretendim është një gënjeshtër, pra këtë që të po thoni juve, që po akuzoni namazin e pasuesve sunetit, pra që mbajnë durt me gjoks me namazin që futën. Ky është një pretendim, është një gënjeshtër, është një shpifje dhe fjalë pa detyrë dhe pa argument. Ky fjalë e trilluar përbën mohim të një sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk del vetëm nga goja e një njeriu të zhytur në padituri dhe fanatizëm ndaj mëdhëbit të tij, i cili nuk është pasues i sunetit, por është një pasues i mëdhëbit. Ky është një akuzim i rëndë dhe një kundërshtim i hapur ndaj sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është i vërtetuar me transmetime autentike. Ky sunet profetik, pra të mbash durt mbi gjoks, pra të djathën mbi të majtën, pra ky sunet profetik nuk ka asnjë lidhje me namazin e jehudive, sikur se pretendoni ju. A na qen nga namazi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam namazi i jehudive? A na qen nga namazi i sahabëve namazi i jehudive? Po ju pyes. A na qen nga zbatimi i këtij suneti profetik një vepër e jehudive? A nuk i fiksosh Allahut që nxjerr nga goja fjalë të tilla, s'ke fik Allahun? A nuk e di se kjo është një shpifje ndaj sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Dhe mund të bëhet shkak që mbi ty të zbres dënimi i Allahut lartësuar. Ky akuzim ndaj sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një tregues i qartë se ajo çfarë fsheh në kraharojin tënd për mendimeve të ulta është shumë herë më e madhe. Dhe un po të them, ku është argumenti se vendosja e duarve mbi kraharor është namazi i jehudive? A ke ndonjë argument nga Kurani? A ke ndonjë argument nga suneti? A ke ndonjë argument nga sahabët? Nëse je i sinqert në atë që thua, atëherë sill argumentin. Ka thonë Allahu i lartësuar në Kur'an: "Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Thuaj, sillni argumentin tuaj nëse jeni të sinqert. Suratul Bekara. Po ashtu ka thonë Shuair, pra Abdulselam e Shuair, suneti është që duart të jenë poshtë kraharorit, ndërsa suneti më i plot është që ato të vendosen poshtë korthizës. Tu mbaron fjala e tij. Them, ndërkohë e vërteta është se hadithet autentike tregojnë që duart vendosen mbi kraharor dhe jo mbi sipër korthizës dhe as poshtë saj. Sa u përket haditheve në të cilët ju argumentoni, ato janë hadithe të dobta dhe nuk lejohet të argumentuar dhe të vepruar me to. Hadithet që flasin për vendosjen e duarve poshtë korthizës janë në shkallën e haditheve shumë të dobta.
ndërsa hadithet që flasin për vendosjen e tyre sipër kërthisës janë më pak të dobta. Atëherë, përse të veprojmë sipas haditheve të dobta ku kemi hadithe të sakta? Ka thënë Allahu lartësuar në Kur'an: "Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair", apo e zëvendësoni atë që është më ulët me atë që është më e mirë? Suratul Bekara. Do të përmendim argumentet që tregojnë se vendosja e durave mbi krahoror namaz është sunet. I pari pra është hadithi Wail ibn Hujr radiallahu anhu, i cili thot: "U fala me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe ai e vendosi dorën e tij të djathtë mbi dorën e tij të majt mbi krahororin e tij." Këtë hadith e ka përmendur Sheikh Al-Albani në librin Sifatu Salatun Nabi, forma e namazit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në faqen 77. Këtë hadith pra transmeton Abu Daudi, sikur se thot Sheikh Al-Albani, e transmeton Ibn Khuzaimah në Sahihun e tij, Ahmedi dhe Abu Sheikh në Tariq al-Asbahan. Një prej zinxhirit të tij është vlerësuar si Hasan nga At-Tirmidhi. Kuptimi i tij gjendet dhe në Muwatta, po ashtu edhe në Sahihun e Bukharit, për atë që e shkurton me kujdes. Unë i kam sqaruar usisht rrugët e këtij hadithi në librin Ahkamul Janaiz. Pra, vazhdon akoma fjalës së Albanit, vendosja e durave mbi krahoror është ajo që është e vërtetuar në sunet. Çdo mendim tjetër, ose është i dobët, ose nuk ka fare bazë. Ai përmend se edhe Imam Ishaq ibn Rahui e zbatonte këtë sunet. Al-Marwazi transmeton se Ishaku fale duke vendosur duart mbi gjoks ose pak poshti. Po kështu Qadi Iyadi, dietar Maliki, ka përmendur ndër veprimet e pëlqyer namaz vendosja e dorës së djathtë mbi pjesën e sipërme të së majtës pranë gjoksit. Ndërsa Abdullah ibn Ahmed, pra djali Imam Ahmedit, transmeton: "E pash babain tim Imam Ahmedin kur falej duke vendosur njërën dorën mbi tjetrën sipër kërthisës." Dhe për këtë shikohet tek libri Irwaul Galit të Sheikh Al-Albanit, tu mbron fjala e Sheikh Al-Albanit rahimahullah. Hadithi dytë, hadithi i Qabisa ibn Hulb, nga babai i tij, i cili ka thënë: "E kam parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke u kthyer nga djatha e tij dhe nga majta, domethënë pas namazit, dhe ai tha dhe e pash e vendosi atë mbi krahororin e tij. Yahya, e cili soi pa shpjegoi, të djathën mbi të majtën mbi kyç." Këtë e ka përmendur Sheikh Al-Albani pra në librin Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi i tretë, transmetimi i tabiut të madh Taus, pra ka thënë Tausi rahimahullah, ka qenë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam që vendosë dorën e tij të djathtë mbi dorën të majt, pastaj shtrëngonte ndërmjet atyre të dyjave mbi krahororin e tij dhe ai ishte në namaz. E transmeton Abu Daudi në Merasil me zinxhir, transmetuesit të cilit janë të besueshëm dhe konsiderohet i besueshëm. Sheikh Albani ka vlerësuar këtë sakt në Sahih Abi Daud duke thënë: "Ky është një isnad mursel i mirë, të gjithë transmetuesit janë të besueshëm dhe duhet të konsiderohet argument sepse edhe pse është mursel, ai mbështetet nga transmetimet e tjera të lidhura." 4. Hadithi i Wail ibn Hujr, të cilin transmeton Abu Daudi dhe Nesaiu nga Wail ibn Hujr, i cili ka thënë: "Thash, do të shikoj me vëmendje tek namazi të dërguar të Allahut sallallahu alaihi wasallam se si ai falet. Pash tek ai ku ngrit dhe bëri tekbir dhe tha Allahu Akbar, dhe ngriti duart deri në nivel me dy veshët e tij. Pastaj vendosi dorën e tij të djathtë mbi kurrizin e pëllëmës së tij të majt, mbi kyçin dhe para krahun deri pra në fund të hadithit." Këtë e ka saktuar Sheikh Al-Albani në Sahih Abi Daud. Gjithashtu Sheikh Al-Albani shton: "Vendosja aty të dyjave duart mbi krahoror është ajo që është e vërtetuar në sunet, dhe çfarë kundërshton atë, ose është i dobët ose nuk ka fare bazë atë." Qëllimi, mënyra e vendosjes së duarve e përmendur në hadithe, pëllëmba, kyçe dhe parakrau, nuk mund të realizohet praktikisht në mënyrën e përshkruar përveç se kur duart vendosen mbi krahoror. Kjo kuptohet edhe nga vetë domethënia e haditheve. Pra, duart kur vjen krahoror realizohet pra kjo mënyrë. Ama nëse ne vendosim duart poshtë kërthisës, nuk mund të realizohet pra kjo mënyrë që ka përmendur pejgamberi që ky veprim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo kuptohet edhe nga vetë domethënia e haditheve. Nëse përpiqesh ta zbatosh praktikisht ato që është përmendur në to, do ta gjesh veten të shtyrë natyrshëm, ti vendosësh duart mbi krahoror ose pranë tij. Kjo rrjedh nga fakti se dora e djathtë vendoset mbi pëllëmbën, kyçin dhe parakrahun në dorën së majt. Prandaj pravoje atë që po të them dhe do të shohësh se është e saktë. Këtu mbron fjala e Sheikh Al-Albanit. Megjithatë, ekzistojnë shumë mendime të dietarëve në lidhje me vlerësimin e këtyre haditheve, por mendimi që është më afër së vërtetës është
se duart në namaz vendosen mbi krahëror dhe jo ndryshe. Sidoqoftë, kjo është një çështje për të cilën dietarët nuk kanë arritur pajtim dhe është krejt e natyrshme që të ketë mos pajtime mes tyre. Edhe pse mendimi ynë është se suneti është vendosja e duarve mbi krahëror, përsëri ne nuk detyrojmë askënd që të ndjekë këtë mendim. Por problemi më i madh këtu është ajo deklaratë e papranueshme e këtij pasuesi fanatik të mëdhëbit, i cili e krahasoi namazin me duart mbi krahëror me namazin e jehudive. Prandaj ai duhet të kërkojë falje nga Allahu dhe të pendohet tek ai dhe të asojë se kjo fjalë e tij është gabim. Po ashtu është obligim dhe për ata që shpërndajnë në rrjetet sociale video të tilla ku gjenden këto fjalë të këqija, duhet i fshin ato automatikisht në vend të tyre të publikojnë materiale që kundërshtojnë të mendim të gabuar dhe do ta bëjnë më njëherë sa më shpejt. Dietar të mëdhenj nga vendi yt, pra dietor Tit Abdulsalam el-Shuair, dietar të mëdhenj nga vendi yt si Sheikh Abdulaziz ibn Baz, Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, Abdul Muhsin al-Abbad dhe shumë të tjerë janë të mendimit se duart e namaz vendosen mbi krahëror dhe jo poshtë korthisës sikur se thua ti. Prandaj lexo fjalët e tyre dhe do të ishte edhe më mirë për ty që të lexoje edhe shkrimet e Sheikh al-Albanit rahimahullah, edhe pse kjo të duket se e vështirë. E këtë vështirë pa ta marrësh nga Sheikh al-Albani. Megjithatë, bëu i përulur për Allahut. Bëu i thjesht, sepse ky virtut ka mirësi të madhe, pra të qenit i thjesht është mirësi e madhe dhe do të bëj dobi për në jetën tënde. Këshilla ime për studentët e dijes dhe ata që marrin dije të dobishme nga dietarët e njohur, pra këshilli është që dijen merrin nga dietarët e mëdhenj që janë të njohur për ndjekjen e sunetit dhe largoni nga ata njerëz që thrasin njerëzit në fanatizëm apo në ndjekje të mëdhëbeve, sikur se vepron ky person. Në përfundim, e lutim Allahun e madhëruar, Zotin e Arshit Madhështor, që të na bëjë pasuesve të sunetit, për atyre që argumentojnë me Kur'an dhe me sunet, dhe të na ruaj nga imitimi i verbër, nga fanatizmi ndaj mëdhëbeve, të cilat kanë qenë shkak për përçarjen e umetit. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderim takon vetëm Allahut, Zotit të botrave, lavdërim me shpëtimin e Allahut qof mbi pejgamberin ton Muhammedin, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë shoqërinë e përgjithësi.